Bushi një gjë nuk din. Hajde pak më në mes, mos e ngecëm këtu fare. Bushi nuk din një gjë. Ja, jemi atje. Ka si ishim tu. Bush ti ai ke vënë re që një dëshirë të thuash, ne këtu e kemi realitet. Unë thash që më dalë me atë gocën tjetër ti më zore me ty. Tani Bushit e meriton këtë hyrjen kështu dhe çelin e programit se të fitoj Argentina o Bush. Po, fitoj. Po deri minutë 85. Ha, t'la me zemër ndorë. Jo, kisha besim, i thash Kaçit, për 5 minuta ta kthej thash, do bëj 2 gola. Fund fare Po, dhe në fillim. Jo, minutë 85. Okej, mirë, unë të ftoj, do të qëndrosh këtu. Ma për te, është rrezik. Avash, do marrësh fundin e punës. Vetëm nga ti ndihem e rrezikuar. Mirë presi me duartrokitje të forta Skënder Gega. Gega. E dëgjove çfarë i bëra Bushit? Vesh një fjalë tha. Sa pse mos e unë na lej gjithmonë kështu të futemi ne me burra. Thash hajde, do të futesh me mua. Ju bëjnë në realitet. Mirë presim! Kaçi dhe Gjihani! Gjihani! Kaçi! Jo, ka ngel hatri. Pse? Pse me Bushin Po me... pse nuk u afrove ti, kur e tha Bushi? Jo, po të më lejosh ti Madje- e prisha të skaletën tënde dhe dale dhe marrë një femër sjell këtu. E prishe. Alban miru papshi. Ika. Më deshte mua në ekip Hapin sot. dot. Si me mua sot tha? Jo, i thash, me Peço në koment, E me Bushin në... E doje vërtet Gjihani në ekip. Me Peço në koment dhe me Bushin në emision. Nuk i tradhton ti asnjëherë. Të ftoj të ulesh Gjihan, tani, ti do e presësh tani, do e presësh. Pra, mike vjetër. Mirë presim, shka tu ka që ta presësh. Pa. A, Mozaria! Po jo. Ripresët. Unë ripresët. A, mos më mbroma, mos më Me dashur. O, Kaçi, për atë Nuk e dëgjova. Jo, Kaçi po priste të ftuarën që ne kemi, o Kaçi, nuk të ta jap të ekskluzivitet. Jo, unë do pres. Atëre të shkoj dhe unë të presë, si thua. A, mos! Ti e tani e gjithë bota këto ditë është rreth botrorit. Është ndalë gjithë shka kënë fotografi çdo gjë tjetër. Ti e që kësi i mërzitur kam Jam pak sepse miku skuadra e zemrës. E cila ishte? E cila ishte Brazili. Ko ke rezervën tani? Se kam vendosur akoma. Do presë edhe këtë ndeshje të mbaroj Kolumbine dhe pastaj do shoh se me këtë do bëhen. Okej, të falenderoj shumë. Ja, unë se jap... Do pres? O Kaçi, realisht, ja... Këto gjëra të regojnë shumë nga karakteri jo, që je këmbgullës, që je ambicios, si je... Ta adhuroj. Mirë presim, Rezar, ta skifteri! Ta prita. Rizim në mbrëma. Kaçi po priste gjithë... Sa kemi bërë në hapjen vetëm për të të pritur ty këtu? Po pra. Pa 100 vjetë një... Dhe më tha Biles që do të pres në këmp, dërsa të përmëndet e mriot. Që e falenderoj. Gentlemani i vërtet. Unë mos gabjam këtu? Ai vjen nga Meksika, është trajneri i njohur, ka fituar 7 kupa në Malajzi. Mirë presim, Leonardo Medina. Good. Hi, how are you? Mirë mbrëma, Leonardo. Thank you very much. Më thua njerë si ndjesh në Shqipëri? I'm feeling very comfortable in here. Albania is an amazing country. I'm very happy here. Thank you very much. Dhe si e përjetove humbjen e Meksikës? We feel really sad. Ndjemi vërtet shumë të trishtuar sepse Meksika po ditë shumë mirë. Por Anglia është një ekip mjaft i fortë. Do të flasim gjëre gjatë, falenderoj. Mirë presim, si një perëndeshje vërtet, Casey Meshau. Mirë mbrëma, Casey. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Ti e bërë kaq e bukur, Casey. Faleminderit, edhe ti si gjithmonë. Si ta bëjnë çunat? Si ta bëjnë? Casey, në këto botror, për kë bëjnë tifo?
Për Argentinën. Kështu që festokeni u son. Po, patjetër. Të ftoj që t'ulesh, faleminderit. Ne kemi gati me njerë për mbledhjen e ndeshjes dhe rikthehemi me njerë për diskutime. Argentina pikërisht nga kjo ndeshje përjetoi nga Ferri parajsën për një përmbysje të çmendur dhe tregoi sërish karakterin dhe që ende e ka petkun e kampionit të botës. Bushi, e nis me njëherë me ty analizën e Argentinës. Jo, isha përgatitur që të thoja që futbollin deri në 85, që futbolli nuk luhet me histori dhe me hyje, por luhet me zemër, me shpirt, me sakrificë. Sepse ashtu ishte loja. Domethënë Argentina ishte e lodhur, ishte pa intensitet. Ishte pa sulm muskrau, ishte me shumë ngadalt në pasime. Por diferencën e bëj yjet, në kuptimin kur keti Messi në ekip, atëherë futbolli bëhet i paparashikueshëm. Argentina tregoi sot që nuk është pretendente. Deri dje kemi thënë që mund të ishte pretendente, po sot tregoi që jo. Domethënë ka shumë probleme në ekip, dy me fushorët e krahut i ka shumë ngadalt, asnjëherë nuk shkojnë 1-1, nuk vajten në asnjë moment fundor edhe të krosonin, por kishin një strategji tjetër që ishin pak a shumë si Spanja, le të themi si Gjermania me tiki-taka aty në mes, që nuk e humbën për asnjëherë domethënë durimin dhe ja arritën të fitonin në fund. Nuk e shoh Argentinën pretendente, pavarësisht se jam tifoz i Argentinës, sot më zhgënjej udhësi sepse ekipet si Franca ose Spanja nuk ta lejnë ta kontrollosh ti je aq dominues në metrat e fundit. Kështu që Argentinën e shoh një ekip të lehtë, le të themi, vetëm me Messin që nuk mund të fitohet futbollin e erë edhe gjithmonë me fat, pa duhet të kontribosh. Gega, në pjesën e parë pam një ndeshje jo në nivelin e duhur Argentinën dhe penaltia e humbur duket sikur e bëri që të vuante psikologjikisht. Në absolute penaltia ndikon, sado edhe minutën e parë po do humbesh, prap 89 minuta do ndikojnë te ana psikologjike, edhe te Messi ndikoi, u desh një periudhë pak më e gjatë që filloi të angazhohet të hyjnë lojë. Unë mendoj se Argentina, ato që tha Bushi, ishte ekip pa ekuilibër. Çuditërisht lanë shumë zona boshe, arriti edhe e gjyti ta ndeshkoj 2 herë, kishte raste tjera. Po fat shpirtit të Argentinas edhe kualitetit që ata kanë, në momentet e caktuara individi vendos, kështu që për aq kohë sa Messi është në lojë, për aq kohë sa Argentina ka një lojtar ndoshta më të mirë në korë, mendoj unë, besoj me futbollin që luhet sot. Argentina doli, por me shumë probleme. Ato që tha dhe Bushi për seris, Argentina do ketë... Kis, je mirë, apo sot tren banaj? Jam okej. Personalisht mendoj fjalë më të mira, komplimente për Egyptin, për mënyrën se si lujti, për mënyrën se si shfrytëzoi gjitha hapësirat. Në periudhën më të keqe të Argentinës e shfrytëzuan, ka 2-3 lojtarë shumë kualitet, shpirtin, po edhe shpejtësinë. Megjithatë, si ishte e mjaftueshme që t'ja dilin, e lidh me Albanin se sponsor sekrete, deri te 2-1, unë nuk besoja që do kthehet, sepse mënyra si po lunin, po Albania kishte një besim edhe fitoi basin, tha do e kthejnë. Çuditërisht e ktheu dhe e ktheu me merit sepse e ka kualitetin. Gjihani? Ajo ishte thjesht një... Unë nisem gjithmonë nga ato skuadrat që janë duke fituar 2-0, kryesisht janë të prirura përgjithsisht që ta shpërderojnë avantazhin e tyre. Ndodhi edhe me Belgjik, mos gaboj, Belgjika me Senegalin ishte apo jo. Belgjik-Senegal ishte pak a shumë e njëjta situatë. Sa doli 2-3. Po. Fitoi, po. Shtesë. Po. Dhe janë të prirura që ta humbasin në momentin që psojnë golin e parë, psikologjikisht skuadra bie. Që në momentin që shton golin e dytë, fillon dhe lëshon sepse thot arrita kur është afërfundit. Dhe në momentin që pson golin, ndodh krejtësisht e kundërta. Ulet besimi i skuadrës që është avantazh dhe rritet jashtëzakonisht 200-300% i skuadrës që mund ta tentojë. Dhe në rastin konkret i ka ndodhur gjithmonë skuadrave që kanë potencial. Nuk është se i ndodh asaj skuadrës që është më e dobët. Dhe Argentina tregoi që ka element, ka kualitetin për ta bërë një gjë të tillë. Si zëvendësimet e trajnerit. Edhe pse ishte, le të themi, me, shiko, për zëvendësime edhe për lojë në total Argentina mua nuk është se më ka ngrohur në këtë kampionat botror, për i të vërtetës. Por ndeshje të tilla mund të arriti fitoj. Për shembull Messi e nisi lojën si njeri normal dhe mbylli si Messi. Pra, atëherë kur i duhet Argentinës, ai ndizet edhe pjesa tjetër atyre 3-4 elementve të mirë që ka. Por sigurisht në vite Argentina ka pasur ekipe shumë herë më të mira se sa kjo që ka sot, por që me sa duket një njeri vetëm
një njeri vetë mund ta bëj për vete gjithë grupin e skuadrës që ka që të punoj dhe për ta nxjerrë. Por në total, le themi 5 ndeshje që ka bërë Argentina, e para që nuk është testuar me një kundërshtar jashtëzakonisht fort apo të nivelit saj. Kanë qenë Kepi Gjelbër, Egjipti, Jordania, më ndihmo kaçi Austria në grup. Ka marrë mik si të ndihmoj. Dhe kanë qenë skuadra që qofse Spanja për shembull është testuar me Portugalinë, Brazili ishte me Norvegjinë, janë testuar dhe kanë zhgënjur rrugës. Për Argentinën me sa duket fati ka buzëqeshur në këtë short. Dhe me sa duket surpriza ose testi vërtet mund të jetë edhe në gjysmën finale. Duke nisur edhe nga ajo që tha Bushi, në fakt nga që kjo nuk është Argentina më e mirë. Nuk ishte rastësi dhe me Kepin e Gjelbër paraqitja e tyre, vuajti jo pak. Megjithatë, një intermezzo të vogël. Isha dëshmitar, siç ishte Gega me një Alban, unë isha me tjetrin në tavolinë. Dhe kur ishte 1-2 tha ndeshja përmbyset 3-2. Natyrisht që për armiqt nuk duhet folur mirë, po kjo ishte e vërteta. Sepse ka vizion, ka ishte vizion. Sonde në lojë ishte edhe Gjeniu, edhe i Mançuri, edhe Trimi, edhe ai që humbet penallti, ishin të gjitha të bëra bashk tek Messi. Dhe ky lojtar që është vërtet vazhdon të jetë jashtëtoksor. Megjithëse është në një moshë 39 vjeç, por është vërtet një gjeni. Vazhdon, unë kisha pikpyetjet e mia, por e vërteta është krejt ndryshe. Por për Argentinën natyrisht që kam rezervat e mia sepse luan ngadalë. Nuk ka qenë kjo karakteristika e Argentinës. Po s'ka lojtar më kaçis? Po ç'a lojtar është ka më? Që të luj shpejt. Do luj shpejt me lojtarët kur i kenë gjendje. Problemi është... Vetëm më lejoni ta ndërpres 2 minuta diskutimin, do kemi një lidhje direkte. Gazetarja jon Anisa Kraba është në një nga ambientet më të frekuentuara në Tiranë. Mirëmbrëma Anisa. Mirëmbrëma Marina, ju përshëndes dhe juve në studio. Si është atmosfera aty? Kemi më shumë të mërzitur apo më shumë të lumtur? Marina, në fakt, atmosfera dhe ju në studio është bukur, po duhet ju them që edhe këtu në Bar Morsi, atmosfera është po aq e bukur, aq më tepër një ndeshje siç ka qenë kjo sot, ku Argentina, të cilët vazhdojnë të jenë titullarët, u përballën me Egjiptin dhe në fakt ishte një ndeshje që solli shumë emocione. Këtu ishte mbushur dhe vazhdon në fakt të ketë akoma tifozë të cilët e mbështesin Argentinën, sepse duhet të kujtojmë se kjo skuadër shumë e mbështetur dhe ka një tifozëri shumë të madhe këtu në Shqipëri, por megjithatë ishte një ndeshje ose ishte një emocion që në fakt unë nuk do ta kisha shijuar dot ndryshe në një ambient tjetër, po mos isha në këtë fan zone që është krijuar këtu në Bar Mors. Por megjithatë unë nuk dua të marr shumë kohë, dhe dua të shkoj më një herë te tifozët, sepse janë ata të cilët e kanë përjetuar janë ata të cilët në fakt kanë mbetur me zemër në dorë sot. Dua ta them që kam mbetur edhe unë, edhe pse nuk kisha tifozë asnjërs për skuadrave, kështu që shkojmë bashkë dhe të dëgjojmë pak se çfarë do na thon tifozët. Këtu dy tifozë, ju përshëndes. Tani ju jeni tifozë të Argentinës dhe në fakt po shikoj që nuk jeni duke festuar shumë. Pse kështu? Po kaloj të shikoj nesër, u qetësum. Na merrshin një intervistë kur ishte nesër, do e shikosh. Po, tani më trego pak si ishte dhe si e përjetove ndeshjen. Mirë, është super. Herë në Kapi Frika, po e mesi është unik. E ndryshon logjike, unik, s'ka, është përfundimisht është. Po nëse do kishte humbur Argentina sot, se pranë ishte, ë? Po ç'o të bëjmë no? Kish na pi më tepër. Po për ty, si ishte, si e përjetove ndeshjen? E prisje që t'ishte në fati kish kaq e fortë dhe Egjipti të ishte rrezik? Egjipti si vjet ka qenë mirë, në fakt, edhe në ndeshjet e kaluara ka treguar që ishte mirë, po luftonin. Si fillim u tremëm, me thënë drejtën, po nga fundi ndeshjet e mëdha gjithmonë e tregojnë veten në fund. Ndërkohë duhet të më tregosh që kur ke qenë tifoz i Argentinës apo që kur s'mban? Që kur ka qenë Messi me Argentinën që në 2004. Besoni se Argentina do ta mbajë titullin kampion? Shpresoj. Ç'a të bëjmë? Apo do ta ketë vështirë? Po do ta mbajmë me Messin krye, po patjetër që po. Me Messin patjetër që po. Ju mendoni që ai është që e çon Argentinën përpara? Mirë. Nuk bëhet loja me një lojtar, po është kur është komandanti i fortë, ushtarët janë gjithmonë prontë për ta. Kështu që shpresojmë fitoje.
Anisa, nga janë qunat? Të festonit pak, fatikisht, sepse si pasha së festonit. Ja ku jemi me bira. Edhe ju uroj edhe Argentinës një rrugë të mbarë, edhe pse besoj se do ta ketë pak të vështirë. Unë... Do fitoje, po... Do fitoje 100%, s'ka... Vetëm kemi Afrika do gabelte e Francë. Ja, nuk kemi kështu. Është një zotria të mbrapa që është duke na përshëndetur, të përshëndes dhe unë. Marina Beliot të kaloj në një tavolin tjetër ku kemi tifozë shumë simpatik. Janë disa djemë të cilët vinë nga Palestina, sot kanë mbështetur Egjiptin, jetojnë në Suedi, kanë ardhur të shikojnë Shqipërinë, kanë pushuar këtu, e duan vendin tonë, por ne sot do t'i mësojmë pak se si ndihen pas ndeshjes. Guys, hello. I'm very sorry for your loss. It's okay, it's okay. Okay, how do you feel? I feel bad. I wanted Egypt to win. They played very good and they deserve the win. Okay, thotë që ndihet keq. What about you? I think sometimes in life football can be too competitive, you know. But Egypt tried their best. They did a good match. So Dictator Mbappe, please save us from Messi and win the next match. Win the whole World Cup, Mbappe. We believe in you. Okay. Anisa, futbolli, kërkojmë të shikojmë ndeshjet e tjera, pastaj po. Tani, ne këtu jemi diku 20 veta bëhemi. Nuk e di Marina nëse na ruaj një tavolin të lutem. Më vjen keq Marina, nuk të dëgjoj shumë mirë, kështu që po përpiqem të bëj një përmbledhje. Anisa, do ta paguaj unë faturën. Shumë mirë. Bëj shaka, të përshëndesje shumë e mirë. Nuk ju dëgjoj shumë mirë, Marina, kështu që po vazhdoj të përcjell pak emocionet këtu. Të përshëndes fort. For a moment I thought Egypt was about to win. Yes, they had very, very good chances, especially Hassan. He played very good. He showed the world that the Egyptian people have quality and that they're capable of winning. Argentina have, as we see, got a really, really easy run-up into the final. And other that, they was so close to lose. Anisa, të falenderoj shumë. Who was your favorite footballer or man of the match? Anisa është duke e bë kampionët e botës atje. O Anisa, jam u prezantuesja. It was an amazing performance and everything was perfect. Mirë, kam përshtypjen është e pamundur lidhja, kështu që unë e falenderoj fort. Ku e lam diskutimin, Gega? Se kërkove që parë një gjë për të shtuar? Për mesin, dy fjalë, domethënë gjithë flasin. Folën shumë mirë këta nga Egjipti. Po, çunat vërtet. Për që mos ai dyti kishte logjik. Kurse ata dy të parët filluan çik me rasizëm, ata ishin çik. Jo, Messi është unik, tamam ai që tha ky turisti. Sot aktualisht nuk gjej një lojtar si Messi me ato cilësi dhe mënyrën se si shërben ekipit. Linjat, ai kur ekipi është ndoshta nuk ka fuqi ose nuk ka fantazinë e duhur, kthehet e merr topin, bën ato që shumë rrallë mund ta bëjë njëri. Kështu këto doja me përforcu me Albanin. Amos. Po. Çfarë përshtypje të la ndeshja? Me thënë të drejtën, deri në golin e dytë të Egjiptit, me vërtet fillova të mendoj që Argentina do futet në sagën famkeqe të këtyre skuadrave të mëdha, që ishin pretendente, po që normalisht siç ishte Brazili, fatkeqësisht, apo Gjermania, por ato 20 minutat e fundit, aty pash me vërtet Argentinën të ngrihen në nivelin e saj. Kështu që kjo është Argentina që duam të shohim dhe kjo është loja që pretendojmë të shohim në këtë fazë të kampionatit, sepse jemi drejt fundit normalisht dhe kemi nevojë për emocione dhe për sfida titanike. Rezar, ta radhën e shkuar kur ke ardhur në Europian, ka qenë e veshur me portokalli. Ka shumë e do Hollandën? Po pra edhe më pyetën brapa kuintave me kë skuadër, jam me Hollandën për herë të dytë vi me Portokalli, edhe pse Hollanda ka humbur gjithmonë me penallti. Po. 2018, 2022 dhe tani, kështu që por herës tjetër të shohim kur të ftoni herës tjetër. Duhet të ndryshosh. Mirë, do bëjmë një herë vlerësimin e lojtarëve. Messi, Bushi merr notën edhe vlerësimin për ta. Ka qenë Portokalli, ka qenë ullur këtu dhe ke thënë që erdha me Portokalli se ju kam parë gjatë gjithë kohës qa vishni ju dhe vesha diçka ndryshe, ha? Tani mu kujtove fiks. U kujtua. Shu ka qenë. Bushi, pas ka memorin e fort, Bushi. Dhe jo vetëm kemi qenë bashkë, po kemi gjetur dhe rezultatin e ditës së nesërme. Ajo s'm kujtohet. Dhe Marina na ka përmendur të dyve një javë më vonë. Besoj që lekët i keni ndarë bashkë. Po, kemi qenë të vetme që gjetëm rezultatin. Messi. Messi. Messi dhe
Po din nga ta këtë shkokën. Je për mërë 10 aty 10. Gjani? 8. Mund ta them se Enici me dhonë yllin e mbu. nuk ishte personi që po merrte përsipër, por në fakt u bë vendimtar me kalimin e minutave, por prapse them që nuk ishte ndeshje perfekte për Mesin. Leonardo, çfarë note e jep Mesit? Yes, I'm going to give him an 8. Pse? Why? Because we know the quality of Messi. Ne e njohim cilësinë e Mesit. Dhe in the way that he missed the penalty, mënyra se si ai humbi penaltin nuk mund ta marrë 10-ën. Very talented Ai është një lojtar shumë i talentuar, por në atë çast ishte shumë e rëndësishme që ta shënonte golin. Ja do momentin e Mesit një sekond. Po. Mendoj 10 sepse, domethënë, e gjithë loja fokusohet te Mesi dhe çdo top i japin Mesit dhe ai për 90 minuta është shumë në stres sepse çdo gjë duhet ta bëjë ai. Edhe ai e merr topin, ai triblon, ai pason dhe patjetër që e ka 10 dhe 10 me yll. Nuk jam absolutisht dakord me 8 e me 7 për Mesin, sepse 90 minuta është deri në fund. Gega, nota për Mesin? Po ti jap 10 duke sikur po marr nga Bushi. 10 patjetër. 10, tregoje 10. Në mënyrë absolute 10. Diko, Mesi di gjërat shumë më mirë se ne në studio. Ajo që thot Albani nuk ishe aktiv. Ajo është aty ku duhet dhe në momentin e dur, edhe kur ekipi është në presion, ai gjithmonë mendon se si të bëj kundër sulmit, se si të jetë aktiv aty ku ka nevojë. Kështu që pa Mesi në Argentina nuk besoj se shkon as te 6-ta. Fiks. Kaçi? Para se të jap, dua vetëm një gjë të vogël, që sonde për herë të parë jam shumë me Platinini, i cili përgjithsisht është kundër varit edhe kundër mënyrës se si vari vepron. Më duket se faulli që u bë 1 minutë përpara në fushën e Egjiptit dhe pastaj u rishikua dhe ktheu golin e Egjiptit, më duket jo normale. Megjithatë për Mesin 10. Lojtari tjetër është Zico. Bushi, Zico? Zico ai që doli, a? Mendoj që doli, bëri golin dhe doli, okay, a? I të dytin, po. Po, golin e dytë. Dgjoj, këta meritojnë të gjithë 10. Egjipti meritojnë komplet ekipi meritojnë 10. 10. Gjihani? 9 se humbën, po Zico ishte nga protagonistët kryesorë të skuadre, ai goli dytë sikur do të kisha ardhur pak më vonë me minuta, se erdhi pak herët edhe ajo bëri që të ndize ajo, se diferenca ka mes dy skuadrave, duhet bim dakord te kjo pjesë, po që edhe kështu largohet me kokën lart, 9. Leonardo, Zico? Again, I'm going to give him an 8. Pse? Because he's a player that I think he can give a bit more. Because playing with Salah, sepse ai luajti së bashku me Salah dhe ai mund të rritet edhe më shumë dhe ai shënoi gol, ishte fantastike, por serish mendoj se mund të ishte pak më agresiv. Gega? 9. Kaçi? Po të ishte për Hasanin do vija 10. Apo është Hasani pak më vonë. Për Hasanin 10, kurse për këtë 9. Lisandro Martinez, Gega, mbrojtësi i Argentinës që gaboi? Te goli i parë, sidomos, no? Te goli i parë. Po. Unë besoj 7. 7. Nuk është se gaboj vetëm te goli, po la hapësira bashkë me mbrojtësin tjetër. 2 golat, po dhe goli anulluar, besoj se është pjesë e vendosjes gabume. Kështu që jam atëherë se 7. Kaçi? 7. 7. Bushi? 7. Gjani? 8. Also 7. 7. Okej, paka shumë jemi gjithë në një mendje, kemi lojtar tjetër për të vlerësuar apo jo? Kemi dhe portierin i fundit. Portieri i Egjiptit, Shober. Shiko, me rastin që krijon dhe me presionin që ashtu besoj se merr notën maksimale. Maksimumi për ti është 9. Nuk është portieri që mbron portën, është një ekip që mbron portën e gjithë ekipit. Patjetër që ai nëse gabon nuk ka një mrapa të dubloj, po mënyra si performoi aq më tepër duke pas Mesin edhe gjithë presion minutët e fundit, besoj se 9 është e duara për mua. 9. Mendoj 10 se ka qenë gjithë kohës në fokus. 90 minuta loja u lut vetëm ke 16 e Egjiptit, ai ishte gjithë kohës në fokus dhe i përqendruar edhe te golat, bile i ka prekur të dyja golat, mos gaboj edhe te Mesi dhe golin tjetër i ka prekur me dorë, por Alinari duhet vënë edhe lojtarin Hasan.
ata që ishte më i mirë në fushë nga të dy ekipet. Po zgjodhëm Ziko në fakt, po? Mirë, për Hasan, çfarë note jep? Hasani notën 10 e të roqë Argentinën zvarr, u lodh si para, si mbrapa, pasin për gol, ishte lojtari më i mirë në fushë. Dhe ishte luajtur 3 ndeshjet eliminatore. Do për portierin apo për Hasan? Unë mesatarisht jam 8-9 tek skuadra e Egjiptit përgjithësi, sepse vetëm për faktin që është përdoruan, gjithë shëndërtuan në pak minuta, prandaj dhe jam tek 9 dhe nuk mund të jap dot 10. Okej. Okay, for Hasan I'm going to give an 8. Për portierin çfarë mendon? What about goalkeeper? About the goalkeeper is a 10 for me. Is a 10 because pa diskutuar për portierin sepse goalkeeper is very important. Portieri është shumë i rëndësishëm tek ekipi. Mënyra se si portieri mund të motivojë tërë ekipin, të shokët e ekipit është e jashtëzakonshme, dhe ai bëri 2-3 pritje të jashtëzakonshme. Te golat mund bënte diçka portieri. Nuk e di nëse bim dakord. Ishin ca momente te golat që mund kishte performu pak më mirë. Sport e madh Alban. Jo, te duart, o profe, ishin te duart. Çfarë topi ku shkon rrjedh dhe prek gishtat. Momentin e golit të tretë të Argentinës është goli që ka krijuar më tepër polemika gjatë këtyre minutave. Jemi duke e parë në LED, ndërkohë Gjehan. Jo, do të shkojmë pak më mbrapa me pamjen. Do të shohim aty ke zona, ku ishte McAllister, ishte një kontakt në hyrje të zonës. Ky është ekzekutimi, por Egjipti protestoi pikërisht për atë moment. Jo këtu, jo, në hyrje të zonës McAllister, jo ky. Se ky nuk duket faul. Ky duket faul, është tjetri në hyrje të zonës McAllister. McAllister. Mirë, do vazhdoj me komentin tënd edhe do të shoqëroj një herë. Nëse e gjem, ajo është pikpyetja më e madhe, atë do doja që të shikoja. Faktu mbajt ai Alban. Sulmuesi e Egjiptit do mbajt nga McAllister. Por nuk është se kam parë, ndoshta te përmbledhja që mund të ketë sjellur FIFA tani, mund të ketë në një pamje pak më të mirë se pothuajse nuk u dha fare, nga që u morën me golin, me festën. Edhe nuk arritëm dot që të shikonim realisht se çfarë ndodhi aty me McAllister dhe një lojtar këtu. Jo, këtu duhet çik më mbrapa tani. Por nuk me sa duket. Jo, kaq është. Kjo është pamja, s'kemi pamje tjetër Gjani. Kjo për mendimin tim këtu s'kishte asgjë. Pretendimi ishte për McAllister në hyrje të zonës që ka penguar lojtarin që ishte përpara tij dhe mund të shkonte të kapte topin. Okej, mirë, ne mbyllim këtë pjesë të parë, do shihemi me njëherë pas pak sërish këtu live te kampionët. Gjatë këtyre 24 orëve të fundit është hedhur shumë balë dhe shumë kritika mbi një njeri që pa diskutim ka bërë histori në futboll, por Gega i meriton gjithë këto kritika? Si shumë e qenë hallin Ronaldos. Mu them që ka marrë gjithçka nga futbolli. Nga ana, po them personalisht, ka marrë maksimumin e që mund ta marrë, falet meritave, punës, sakrificave, gjithave. Personalisht, mendoj se përveç një Europiani Kupën e botës nuk ka pa kurrë. Edhe botrorin që kaloi, Santos ishte trajneri i Portugalisë, e ulin stol. Ndryshe nga ky trajner tjetër. Edhe kështu është jeta, edhe jeta sportive ka një fillim dhe ka një fund. Pastaj lotet më se njerëz qajnë, sa më shumë të rritesh dhe të plakësh, filloj qanë prekesh më shumë, po që nuk pat një kampionat mirë, nuk pat një botror të mirë, edhe pat një fund jo të mirë, besoj, kështu mendoj unë. Bushe, në fakt është një fije shumë e hollë që enda një njeri shumë të madhë si Ronaldo me një pik deliri, marrëzie për të mos e kuptuar se kur është momenti që ai duhet të tërhiqet. Mendoj shumë gjëra për të. Jo vetëm që si futbollist i madh, por le të themi që është simboli i talentit, i përkushtimit, i punës, i sakrificës, i emocionit, i varfërisë. Më thënë, Ronaldo i përmbledh gjitha. Do më thënë, e nisi vetëm me talent, po puna e përditshme që ka bërë është për t'u vlerësuar. Absolutisht jam kundra të gjithë kritikave, pavarësisht se edhe vete kemi kritikuar për ndeshjet që kemi parë faktikisht, por nuk mund të hidhet poshtë, do më thënë, figura më e madhe në botë e futbollit me 3 ndeshje që ai nga ego, nga dëshira që kishte, donte të luante. Absolutisht jam kundra, është motivim për çdo kënd, për ne, për ty, edhe për njerëzit normal. Do më thënë, është 40 vjeç, nuk ka nevojë për asgjë në botë. Mund dali shumë mirë ta shijoj jetën në mënyrën e tij më të mirë, po jo, është prapë ke puna, ke ai ujë i ftohtë, ke stërvitja, ke ushqimi, pra është i përkushtuar për këtë punë dhe është për t'u vlerësuar. Unë absolutisht jam kundra të gjithë kritikave. Nuk mendoj si Neri në kuptimin që s'ka marrë kupën e botës, po i ka dhënë gjithçka futbollit dhe do të mbahet mend për siç mbaj mend tani Pelene edhe brezat ton, edhe ti, më thon. E vërteta është që në fakt Gjihani pikërisht me Ronaldon duket që u rritën shumë edhe të ardhurat.
filluan edhe shumat marramëndse të lojtarëve. Pra ishte lojtari që e ktheu sportin në një makineri parash. Dhe pa dyshim edhe ky rivaliteti me Mesin, se patëm fatin që ti kishin të dy kokë në kokë dhe ndronin her pas here topat të ardhme njëri tjetrin, e bëri dhe futbollin edhe më të bukur dhe marrëgëtues. Dhe për këtë do vi keq tani në të ardhmen që do mungojnë këta dy emra me cilët u mësuam dhe nuk u mësuam për 3-4 vite, por u mësuam për vite me radhë, fal atyre asaj këmbguljes që këta dy futbollistë kishin. Pastaj, a është njëri më i mirë, a është tjetri, këtë nuk e ndajmë dot neve, sepse në klube ku kanë qenë ka fituar Champions League, kanë qenë të dy të fortë me klube, kurse kombëtaren ta jep Zoti, edhe ne dim shumë mirë ka pas figura të quara të futbollit që s'kan fituar dot botror, s'ka fituar dot Baxha botror, s'ka lut kurr George Weah, top i art në botror, e mos përmend Maldini s'ka fituar dot Kupën e Botës. Kështu që kjo pjesa e Kupës Botës për mua është nuk vlen fare. Ai tha që europiani për mua si Kupë Botë dhe jam dakord. Problemi është që Ronaldo nuk duhet ta linte veten ndoshta deri në këtë pikë. Për mua, gjën më të bukur ka bërë Zinedine Zidani, që është larguar në top formës. Dhe po të marrë një shembull, tani, përveç faktit që absolutisht Ronaldo përveç se luante kundërshtarëve, luante edhe kundër kohës, edhe moshës, dhe prap refuzoi që të dorëzoi, edhe pse luante kundër kohës, sepse koha kalon vitet, por mund të të marrë koha të merr shpejtësinë, por nuk të merr dot madhështinë. Dhe ky lojtar ka madhështinë akoma sot e kësaj dite që flasim. Mendoj që në këtë Kupë Bote, në 5 ndeshje, nga 90 minuta ishin 450 minuta. Ai ka luajtur 441 minuta duke ecur në fushën e lojës. Mendoj që ai do të kishte ngritur dorën vetë i pari dhe të thoshte trajner, unë mund të hyj si zëvendësues edhe të luaj 30 minutat e fundit. Se nuk shoh që skuadra arriti ta mbështeste, ndoshta mund të jetë faj skuadrës i grupit, që nuk arriti dot ta bënte Ronaldon pjesë të kësaj organike, duke gjithmonë si mish i huaj aty në fushën e lojës. Dhe prandaj unë jam kundër faktit që të vëm gishtin që ky ishte fajtori që luminua Portugalia, sepse Portugalia, le të themi, mua nuk barazi me Kolumbin, barazi me Kongon, ka fituar një ndeshje me Austrinë kur Ronaldo ishte jashtë, mos ta harrojmë, kur doli jashtë Ronaldo fitua ndeshja. Dhe një nga gabimet më të mëdha, mendojmë që ishte ditën e djeshme, ishte që Ronaldo duhet ishte zëvendësuar të ishte futur ky Gonzalo Ramos, që t'i kishte dhënë diçka tjetër, se ndeshja po shkon në shtesë, nuk e di çfarë priste trajneri. Tani lotët pastaj, po e them si me batut, se kemi folë dhe në Europian, lotët i ka të vetat, sidomos kur ka kamër përpara. Leonardo, po të shija që për gjitha fjalët e Gjihanit, po i konfirmoje. Do you agree with me? Yes. Po. For me, the situation of Ronaldo is very situata e interesting. Ronaldos është shumë interesante. Because I think unë mendoj this is not just about football. Që kjo nuk ka të bëjë vetëm me This is how we futbollin. live about Kjo ka të bëjë me mënyra football. se si jeton me futbollin. If we see Nëse ne Ronaldo shikojmë, is a very Ronaldo amazing example of është një shembull i shkëlqyer, disiplinës, tenacity, përkushtimit. Also is a very good Është product pashtu for një the produkt i industry shkëlqyer of për football. industrinë e futbollit. And also he has a very big talent. Ai ka një talent të jashtëzakonshëm. Ronaldo represents Ronaldo in përfaqëson the football industry. shumë gjëra nga industria e futbollit, dhe por industrinë po ashtu, sepse Ronaldo është një shembull i shkëlqyer për shoqërinë. Ne duhet të mendojmë how is the situation around here. Për mënyrën se si është situata rreth tij. Why? Pse? Because sepse football needs to send a message to the society. Duhet jap një mesazh shoqërisë. Ronaldo is an example Ronaldo është një shembull for kids and for a lot of young people. Të ri. Then he is doing he was doing and also he did an amazing ishte duke bërë dhe job bërë një punë të shkëlqyer të lidhur me sportin. With his discipline, with disiplinën e tij, me punën e tij, me talentin e me çdo gjë. Tani, going to the pitch as a coach, në fush, si trajner, unë mendoj se mënyra se si u morën me çështjen dhe me zhvillimin e Ronaldos, për mua, gabimi nuk është për të kuptuar atmosferën. Pse? Because what about if Ronaldo po sikur Ronaldo të luante vetëm minutat e fundit të ndeshjes? What about if with the condition of Ronaldo we wait gjendjen e Ronaldos me kushtet e tij të presim për çastin e duhur që ta hedhim në lojë dhe të përfitojmë nga cilësitë e tij. Pra ne duhet
higher analysis të bëjmë një analizë më të thelluar lidhur me situatën. Po, për mendimin tim është shumë e padrejtë që njerëzit të flasin keq për shkak të zhvillimeve, sepse çdo lojtar me patjetër që do të luajë 90 minuta. Çdo lojtar do të dalë në pension kur është në maj, por shumë e vështirë kur ti ke më shumë se 40 vite. Për mua është e padrejtë e gjitha kritika ndaj Ronaldos. Casey. Nuk ka të madh, të vogël, njëri që e do futbollin ose që nuk e do që nuk e njeh Ronaldo, dhe të vjen keq që nuk do ta shohim më në botror. Patjetër, nuk ishte ai Ronaldo që ne jemi mësuar të shohim, por prap tregoi karakter dhe ndikim shumë të madh te skuadra. Ne femrat nuk e përjetojmë shumë futbollin sa meshkujt, po prap këtë atmosferën e botrorit njërë në 4 vite e ndjejmë edhe ne. Sidomos kur shfaqet ai në fush. Dhe po thosha Xhani, po thosha që është një makineri lekësh, po edhe për këtë arsye i ka mbushur gjithë stadiumet për të shkuar për të parë atë. Patjetër. Nuk po hedhi poshtë Ronaldo dhe kjo pjesa. Problemi i Ronaldos qëndron që duhet dalin ditë e pasqyra, duhet e kishte bërë dhe thoshte shiko, unë nuk jam më për të marrë përdore këtë skuadër, sepse ne e pam, unë prandaj them prapë edhe skuadra e Portugalisë në përgjithësi nuk është se më ka bindë shumë. Dhe nuk ishte edhe në gjendje për ta ndihmuar Ronaldon. Nëse ai Messi ecën në fushë, të dy ecin ata, edhe Ronaldo dhe Messi. Po ai Messi ka një skuadër që duket se e bërë për vetë dhe sikur hidhet në zjarr për Messin. Ky është dallimi mendoj unë mes dy skuadrave, në thonjza pak të lodhura. Ne kemi disa prej arsyeve, ka që kemi listuar disa prej arsyeve të gjithë dështimit të Portugalisë, çfarë kanë shkruar mediat portugeze, por dua një koment nga Rezarta për Ronaldon. Ronaldon, e do për pjesën e veshjes apo e do për pjesën e nese? Ndeshja ishte shumë e bukur, realisht, edhe pse rezultati në moment fundit ndroi, edhe pse unë mendoj që ai është një sportist, një futbollist që është 41 vjeçar dhe nuk është, unë s'kam dëgjuar të paktën që një 41 vjeçar të ketë një sukses dhe të ketë një lojë të tillë në fushë. Kështu që ti bëu gati tani. Si? Rezarta bëu gati se për shumë pak do të vendos para një sfide, ta dish. Marina, kështu që po. Mund të themi edhe këtë statistikën e bukur se mos e harrojmë. Statistikën që ne kemi në koment me gjithë komentatorët tanë, që i kemi përmendur një natë tu, të gjithë po përgatiteshim a do të kishte 3000 gola këtë botror. Dhe sot goli i Enzo Fernandesit ishte goli 3000 i gjithë historisë të botrorëve. Fillimisht na u duke pamundur, ndoshta do të prisnin botrorin e 2030-s, por u realizua para se të vinte finalja e këtij botrori. 3000 gola nga i parin botrorin e 1930-s. Gjani ti me si prisje në fakt që ta komentoje golin e 3000. Jo, fare. To kam dëgjuar në çdo ndeshje dhe 63 gola të bëhen 3000 edhe 20. Doja që në këtë botror. Do e përjetoj vllai jot. Shumë mirë, jam shumë i lumtur. Problemi është tu, mund të them që nga 1930, goli i parë e ka një francez Luc Laurent. Goli i parë fare, i një miti ka qenë në 1978 nga Rosenbrick. Qa bëjnë? Jo po. Hajtë janë mirë. Të betojmë nuk janë. Jo vetëm, ashtë njerë vetë. Jo me mua. Po të rëndë Marina, pa jo. Si shanë plan. Rosenbrick të 78-ën, Gega, se është mosha breza kur keni qenë të rinju Gega, pa jo. Në 2006 ka shnuar suedezi, Rosenbrick është holandez, 2006 Ma mbarë me pjesën, o Gjehan. Albak, Ma mbarë dhe pasena e mbyllin kështu me fjallën këtu. Dhe 3-mishi ishte Enzo Fernandez i Argentinës. Kemi edhe një objektiv tjetër për kapur 300 gola. 300 gola për këtë kubote, do të bëhen apo jo? E mbyllën për Ronaldo në fare? Jo, do e marrë nga Amos, ti e ke fjallën për mbyllëse. Amos? Unë mendoj që nuk duhet harruar një gjë shumë rëndësishme që Ronaldo që bën gol është gjithashtu edhe Ronaldo që nuk bën gol. Nuk është se janë dy persona të ndryshëm dhe fakti që ai ka një kontribut kaq të madh në futboll, se i ka dhënë shpirtin këtij sporti, nuk duhet hedhur poshtë sepse ka 1, 2 ose 3 ndeshje që nuk shkojnë në favorin e tij. Ronaldo është Ronaldo dhe ai është futur në histori me emrin që ka dhe ka vulosur emrin e vet në historinë e futbollit si rrallë të tjera. Kështu që Kaçi? Portugalia nuk kishte fituar asnjëherë përpara Ronaldos dhe nuk e di do fitoj më mbrapa me Ronaldo. Nuk është dita për ta gjykuar. Nuk është dita sepse karriera e tij. Do të më jepni edhe pamjet e Ronaldo të gjithë nderimit që është bërë në Portugali. Karriera e tij 23 vjeçare na ka mësuar, ashtu si dhe në fushën e artit, që ka njerëz që i ka lindur nëna dhe babai. Sa bukur Kaçi ndërkohë e falenderoj edhe në vendlindjen e tij, Po. në Madeira. Nëna dhe babai i ka bërë talentuar, ka aktor që
puna i kanë nxjerrë në Selamet. Ai ishte një lojtar që me punën e vet ka bërë veten dhe ka nxjerrë shembuj të tjerë. Dhe po të numërosh, të thuash në historinë e gjithë futbollit, sa lojtarë janë, do thush Pele, Maradona, Messi, Ronaldo. Pastaj se si i vendos radhën, unë duhet të them një shembull të vogël. Einsteini, mbase krahasimi nuk shkon, mblodhi ca student dhe filloi të i bënte ushtrime. Po e thjeshtësoj, 10 plus 10 bën 20, 20 plus 10, 30, dhe pastaj tha, 30 plus 10 bën 60. Qeshët gjithën. Pastaj i mblodhen vetë dhe thanë, unë e bëra vetë të gabim. Ose, ju mësova juve që një gabim që ndodh, nuk duhet ta gjykoni. Unë mendoj se Ronaldo nuk është në momentin dhe në kohën që duhet gjykuar, duhet kaloj një periudhë, edhe të themi, kjo Portogali humbi prej Ronaldos apo humbi prej Vitinhës, që ishte jashtë, me sfushori më i mirë sot në Europë, ishte jashtë formës dhe u ndrua, pra përgjithsisht Portogalia mungonte. Mund të ishte të hequr vetë, është shumë e vështirë. Pse mungonte Portogalia në majtë të rriqesh vetë. Sot i është bërë një analizë e mirë fill të Portugalisë, pikërisht nga gazeta Abola. Unë po e nis njëherë me Gegën. Gega janë 7 arsye, 2 prej tyre janë një nuk dinte për të bërë bashkë një skuadër yjesht, dhe mes fusha ishte pika më e dobët, sepse mes fushorët ata yjet e këtij botërori nuk ishin pikën e tyre më të fortë. Kjo është futbolli, është lojë kolektive. Po kalove numri 1, quhet kolektiv. Tenisi është 1-1, boksi është 1-1, kështu që hyn shumë faktorë për të bërë një grup fort. Federata, përzgjedhja që bëhet trajnerit, stafi drejtues, përzgjedhja që bëhet lojtarëve nga stafi teknik, forma lojtarëve, lideri çfarë pozicioni. Po këtë që më the për federatën, në krye të federatës ka ardhur Petro Proença dhe ai nuk e pëlqente trajnerin Martinez. Ish arbitër është. Sepse ishte zgjedhur nga paraardhësi. Ish arbitri Pedro Proença. Ky pas ka qenë arbitër, ka njerëz që s'ka luajtur futboll. Presidenti në Amerikë nuk e njeh mirë presidentin e federatës, nuk ka luajtur futboll. Është ekonomist, është biznesmen, është njëri që menaxhon investimet, sjell PR-in ose sjell burimet njerëzore më të mirat i fut në sport, në futboll ose në sporte të tjera. Janë shumë gjëra komponent që një komp ose një ekip kombëtar të hecit e curin. Nëse një 22, 24 veta, ka grupe, ka ndarje, a ekip nuk funksionon. E ndoshta Portogalia, Ronaldo, prapë po kthejmë të Ronaldo, së shumë rëndësishme. Bota u nda prej shumë vitesh në 2 pjesë, Messi dhe Ronaldo. Të dy kanë qenë idhujt e fëmijëve të vegjël, sepse kjo është impakti që le futbollisti. Artistat kanë impaktin e vet tek njerëzit. Po them gjitha botët, gjitha llojet e aktiviteteve. Të dy këta kanë pas influencë më të madhe në botë, më shumë se politikanët për sa i përket Brexit. Kështu që ato që tha zotnia që ky e ka kryer misionin, nuk po them te interesat personale, po ato që ka bërë Ronaldo ose Messi po bën, është impakti, është pasuria më e madhe ai që kanë lënë mrapa. Se ekipi kombëtar Portogalia, nëse ka pas probleme, ato pika, 7-8 pika, është pamundur të ecë përpara dhe fakti tregoj. 2 pikat të tjera Bushi ishte, një, trajneri nuk ka marrë më të mirën nga Vitinha, duke pasur parasysh tek Parisi ka shkëlqyer, dhe tjetra është ka përdorur të njëjtin grup lojtarësh. Kjo është relative për trajnerin. Patjetër që do përmbahet që ata lojtarë që kanë qenë më në formë gjatë gjithë kampionatit, pavarësisht se ishin të lodhur. Nuk e ndihmuan Ronaldo në asnjë moment. Ekipi portugalisë ishte shumë i dobët. Më pëlqeu ajo gazeta e parë që thotë që nuk mundi që të bashkonte të gjithë hyjet për të luajtur, se në një farë mënyrë Portugalia i kishte të gjithë hyjet në ekip. Po ata kanë bërë shumë mirë te ekipet e tyre. Edhe ke Manchester United e Fernandes, Mendes, ke Parisi ka qenë on top. Vitinha patjetër, kurse këtu u fikën, nuk kishin fare, domethënë mbështetje fare. Ronaldo ishte komplet i vetëm, sepse po të kishte një ekip mirë si le themi Argentina, okay, që të bënte volum ofensiv, të kërconte, të bënte dhe Ronaldo do ishte shfaqur më ndryshe. Mendoj që nuk ka gjetur le themi Chelsea-n e duhur trajneri për të menaxhuar një ekip me yje. Po letër e ka më të Portugalia Bushi. Në letër po them fush. Po pra, po. Një pikë tjetër e Apollos ishte edhe fakti që
ishte një menaxhim i keq jashtë fushës së lojës dhe pikërisht i u shfaqën tek momenti i fotove të lojtarëve në plazh që ishin duke relaksuar. E di çam bëri përshtypje dje pas një sken kur Ronaldo po i afroi dhe Roberto Martinez trajneri shkoi kishte diçka në dorë. E kemi atë. Ajo mua më ka lënë kështu të habitur se si ka mundësi, nuk e di fiks çfarë momenti është, por nuk ka mundësi që ti drejtohesh trajnerit si ti je ti, jo trajneri i ekipit, por çu je presidenti apo nuk e di. As presidenti se bën ata. Pse si përgjigjesh? Dhe mendoj që Roberto Martinez ka qenë shumë i edukuar. Pse si përgjigjesh pyetjes që thashun? Po mirë dhe... Sa e di se kam përshtypjen tim let mu flit, aha, unë të them ati që kam mendje. Se ky është diskutim në cilin ti, unë këtu dëgjoj si ka qenë Ronaldo, nuk po hedh njëri poshtë si është Ronaldo. Ronaldo është yll bote nga ata që tha Kaçi 4-5 lojtarët më të mirë të gjithë kohërave. Problemi është si erdhi këtu, a ndihmoi skuadra? Prap them që nuk e ndihmoi skuadra, se një skuadër pak më mirë ndoshta mund ta, por s'kemi përgjigjen tjetër që një ndeshje, Messi e nisi një ndeshje nga stoli. Ronaldo nuk nisi asnjë ndeshje nga stoli. Dhe e pam që Argentina dinte të prodhonte edhe pa Mesit. Me Jordanin, shkoi 2-0. Të bëj një pyetje, po kur ishte eliminuar Argentina sonte? Si? Ishte eliminuar Argentina sonte. Çfarë do thoshim? Skandal, unë ta thash jam pak kënaq me Argentinën, se dhe me ekipin e Gjelbert nuk performoi, as me këta nuk performoi. Tani kam vetëm 12 minuta kohë që të bëj edhe quizin. Rezart. Kam vetëm 12 minuta kohë. Rezarta. Unë do t'jap 5 lojtarë, që ne kemi zgjedhur jo ne, në fakt janë zgjedhur nga media si lojtarët më me stil, ti do bëj komentosh edhe do të më thuash cili është ai që është on top off. Lutemi shfaqni pak në let edhe unë t'i tregoj. I pari këtu është Yamal, kemi Messin, kemi Ronaldon, Cunha dhe Haaland. Yamal, që është 19 vjeç, është normal i ri, dhe përgjithësi preferon në stilin urban, është normale, sepse është një adoleshent, dhe sigurisht përdor bijut ekstrem të mëdha, siç është në rastin konkret, përdor veshjet sportive, janë disa lloj linja të veshjeve sportive, por linja që ai preferon është zakonisht sportive sport, dhe po të shikosh edhe në rastin konkret ka përdor shapka, çorape dhe në përgjithësi përdor atlete Converse apo... Po këto e bën për trend, kam përshtypjen, këto çorape të shapka. Stili urban bën qëllimisht të gjën, për të lexuar dhe për të rënë sy përdor këtë lloj linje. Messi shumë thjesht. Messi. Safe po thjesht. Messi është casual, por shpesh herë është casual chic. Përdor 4 ngjyra që përgjithësi janë linja e koloreve të tij, duke filluar nga bezha, është gria, është bluja dhe e zeza që përgjithësi Messi përdor. Ato që kam vënë re tek Messi është linja e atleteve që përgjithësi preferon të bardhën në atlete. Ka rastisur në këtë foto, por në përgjithësi preferon të bardhën, preferon elementin e jeansit dhe shpesh herë si që është në rastin konkret, veshjet që janë pak oversize. Ronaldo? Ronaldo është nga të preferuarit e mi, dhe jo vetëm. Kam përshtypjen që ka dhe njerëz tjerë që preferojnë. Sepse në linjën që ai përdor, është gjithmonë luks. Por ka një prezencë dhe një pamje shumë fisnike që veshjen e mban gogja mirë dhe në përgjithësi veshjet që ai përdor janë slim fit të linjës relativisht formuara, përdor shumë elementet chic, klas, luks, ngjyrën e zezës dhe që realisht i rinë shumë mirë. Cunha? Si e vlerëson si stil? Shiko, është sulmuesi i Brazilit? Është unë mendoj që do të ishte shumë efikas dhe shumë i mirë për të mbajtur trendet fashion, sepse linja që përdor është shpeshere gjerë, pantaloni gjerë, pantalona të stilit her sport, her modern, her të themi guxon. Dhe i preferuari i fundit shumë interesante ta shikonim edhe në përsfilata. Haaland? Dhe Haaland i cilin unë këto ditët e fundit e kam parë në një video virale. Që vërtet... Ai ka bërë gjithë video virale, super. Nuk e di në është reale, apo e ka bërë të qëllishme. Që ishte duke u trembur.
që është trembur, por që... Mendoj që së shumë real. Nuk e di në është real apo jo. Ma vlerëso në mundin e parë. Që përdor këtë linjën sportive, por ka sport e sport. Në rastin konkret pare në sport sportiv. Hajland ka përshime në shkopet në qeveri të vetë. Që është në qeveri më vete dhe atë po diskutonim një gjë mbrapa kuintave që në dyqanin që sapo ka dalë dhe ka përdorur këto në Dallas, është bërë nami më pas për bleje. Vendi i parë për ty është? Sigurisht Ronaldo. Ronaldo. Okej, ja, edhe këtu Ronaldo. Kështu që kote bëra gjithë këtë sfidë. Jemi gati tani për quizin, keni bilbilet në krahun tuaj të djathtë. Unë përfundoj pyetje, ju i bini bilbilit nëse e dini. Pyetja e parë. Kush është i vetmi që e ka fituar kampionatin botëror si lojtar, si trajner dhe si ndihmës trajner? Beckenbauer, Zagallo, Deschamps apo Pozzo? Pse se merr ti ato? E kam kështu unë me... Se po bërë më shpejt sa të marrë shfrym. Zagallo. Bravo, pika për ju, 1-0. Kaci! Mos shif telefonin, mos merr kopje, Kaci. Marina mori kopjet, Marina. Jo, s'ka marrë kopje. Alban pas ka përgatit. Kaci, përgatit telefonin. Cili himn është ky që do të dëgjoni tani? I cilit shtet? Franca. Brazili. Bënë nga dalë bushë. Bravo, Kaci! 1-1. Italia. Kush i ra bilbili, vetëm kaq. Kush i ra bilbili? Po, vetëm kaq ty. Kush i ra bilbili Italia? Jo, le ta thot Alinani. Okej, masan, rregull. Që? Mund ta bësh shit. Kush e këndon? Kush e këndon me gjithë tekstin e... Nuk e dua, Jo, bërë fitova. E bëj ras bilbilit. Jo, e bëj. Po e vend dyshim. I ras bilbilit unë. I ras shumë bilbilit. Për zotin i ras shumë bilbilit. Ti ngritë dorën e taktoj. Janë dy artista, ta merrem. Nuk e di në hymnin e Italisë? Unë kam luajtur 10 herë kundër Italisë. Na ka gjetur. Tani para i muj. Po, shkë. Bushim fal. E ke luajtur vet. Dgjoj, ti e the 2 herë gabim, do ju heq 2 pikë sa të merrni. Jo, mos ai 2 pikë më shit. Jo. Pyetja e tretë. Cili lojtari i Italisë në vitin 2006 mbeti vetëm me mbathje në fushë, sepse u dhuroi tifozëve pantallona dhe çorapet? Gattuso, Materazzi, Cannavaro apo Totti? Irash shumë Gattuso. Bravo! 2-1. Po të kishim mbaruar të katërt më burr. Me mbathje edhe bërë të bardha, çuga ato kilota. Me Gattusos që zhvishet. Do shohim një tjetër moment tani në LED dhe ju do gjeni cili trajner mungon, janë trajnerët anglisë ndër vite. Sa i lanjos është ai më burr, i bi, pastaj mendohet. Capello. Bravo, 3-1 për ju. Po kujdes kushi. Okej, po, ja. Capello. Po mirë, unë kur qof ty mungohet tjetër kush. Jo, Capello. Në vitet që mungojnë. Mirë, jo, këto vite. 2007-2010. Neri, s'ke... Ishin vitet, profesor, ishin vitet. Si ka mundësi, akoma pa marru loku, Paleme, jo. Irash tamam, unë e Ja prash. që në ora 2 Zotin, jo. Po profe, në 2010 ishte Capello në botror. Me Gjermania, e mundi Gjermania me atë golin. Ty dhe Kaçin ju kam kështu. Edhe Hollandën e kam. Po thuj se Pyetja e 5. Sa jemi njerë, sa jemi, të lutem. 3-1 për ne. 2-1. 3-3. 3-3 sa ata do fitojnë prapë. Sonde, Alban. 3-3. Sonde dole me femër. Gjedhe Argentinën, fitoj edhe... Parterja e cilit futbollist është Claudia Rodriguez. Simon, Kukureja, Olmo apo Baena? Koli. Baena. Gabim? Kukurella. Bravo, Kukureja. Bravo. Busho? Ja lash vet. Po pse ke rënë kaq Për shumë? respekt Hollandës. Pse ke rënë kaq shumë? Për respekt fustani që ka veshur, Ti ja lash nuk vet. po e justifikon karrigen e Kolit. Tani ta i njon, ato nuk i njon. Për në humje. Cila ndeshje është dhe kush ka shënuar golin? Francë Kroasi. Jo. Irash shumë bilbilit. Irash shumë bilbilit. Bilin e. Francë Brazil. Kuadra e njëra bilbilit e para. Po pra, po edhe një tjetër e se kështu ti. O Marina, ta Francë Brazil. Irash shumë bilbilit. Irash shumë bilbilit. Jo, Francë Brazil. Francë Kroat. Goli Francë Kroat si për Irash shumë bilbilit.
Ti i bie gjithmonë Bilbilit i pari. E ke mbaruar, kjo është taktikë. Ajo pa mbaruar, pyetjen ti. Kaçi, unë kam rënë Bilbilit i pari, po dhe kam gabuar. Po fal, siç gabova ke Bajena. Për këtë pyetje tani. Jo. Goli kujt është? E zura Kroaci Mbappé. Hajde. 4-1. Jo. Marina, bëj pyetje ekstra. O Marina, për këtë pyetje. Marina, çfarë do me thënë raport? Pyetje ekstra. 2018 apo 2022 thuaj? Po do të thosh gabim, edhe unë i rast. Pyetje ekstra, 2018 apo 2022 thuaj? Ka që ke gabim shumë. Po do gjejmë. Nuk e gjej dot. Bravo. Cili? Si bravo, unë po i gjet them bravo ty. Cili është personazhi që po vizatohet? Pra. Fenomeni. Bravo. Ja tha i ke veshi. Po e gjetë. Ja tha i ke veshi. Qape, jo, s'let fare, ha? Tani, jemi me pantomimet. Ja tha i ke veshi. Mos një gjokë këto. Really good. Gjithë neri, fenomeni. No. Be separate, janë mafia. Bushim të atë? Jo. Ha, se e mora një. Skole fare, asë gjos djetje? Se na e hoqë të Stana së gjos Jo. Ta bëj unë. Ha, da e pështi. Mirë, da e Shpjegon mirë, Bushi. Shpjegon mirë. Ti shpjegoj super. Shpjegosh ti? Unë nuk gjej asë gjë. Ti tregon tokë, këtë unë gatron. Shole çaka një vjerë. Për një sekond, që më të shmenën këto, të rlitarët, mi kapi që këto hiqi që këto rlitarët. Bushi, të të ndihmoj. O, zote ma. Shke vetëm, a bëjmë shenjë të qia është ish lojtar apo lunë aktualisht, më filloj me këtë njerë. Mos folja. Jo, ja the. Jo. Mos luaj me muati. Kot, ullu aty të hoqa dhe pikën. Ullu aty. Ka drejt, e thash, po. Pra, ja the 3-3 jemi. Po të pak dhe jam i sinqert. Kurse ti ja thua ne dhe hiken me vrapa ne. E pranoj gabimin, okej. Ja thash, 4-2. A quet pikë për ne? E pranova gabimin. Ka që do qoesh? Po jo pse unë, ja, ke. Është aktor. Kloza, është i dyti motorë për gola. Mirë, amë shqipe pak në thuaj e bën të apo jo? Gjermania, verë dhe e bën të apo jo? Po të thash verë dhe zirë Gjermania. Po të të gjeni karakteristik. Prit pak se e ka pak të shtirë, prit. O Marina, mos e nga tro se më të ketë. Hajde, qo kaqë. Po qërë si ta... Italian është prapa i. Po neri nuk e gjenë kurë, bur. Neri s'ka shansë. Po i gjeti neri. S'di që të them. Dje thoshe i gjatë e bëhe me 2 turë. Djo, neri nuk e gjenë kurti. Po le më presion. Qa do që të vej... Ka se maroj koha. Dhe të vej 10, po gjeti një ti unë bëj qatë dush. Nuk e gjeti me fare. Duke është fityrë. Vetëm prish punë këtu. Nuk e gjeti. Ka pas qitë vete karakteristike. O loku. Nuk e gjenë do. Një karakteristik. Po Bushi tili për para se e morën vesh të i treguan. Jo. Po nuk e gjenë e më. Se gjenë... Italin? Yes. Ha, po gjithmonë e bo kështu kë. Nuk e gjenë kurë, bu. Prit. Me vath. Prit. Gjithë me vath e në nërë. Moment. A e tek shumë rëbu. Po. Prit. Prit, dhe i nesër, fillon Italia. Jo. E bën gol. Ore nuk e gjenë ai se duke qa prejre ka neri, më se gjenë kurë. Po të regoja si feston të pakën. Bravo! Se ti. Ja tha i prap, ja tha i Zajo, ja tha një Zajo, ja tha Zajo. Merni ato medaljet, shkone merni medaljet. Unë se pranoj gabimi si puna jo. Jo, ne ta tha Zajo, njërë ka të Zajo. Po për fajt tit, do e bësh ti Gjani. Po tani dhe ti ke treguar, se ti ke dalë në emision duke treguar qëre emrin. E di që do t'i thosh. Ka dalë në mikrofoni. Alba, i tregon që kur gjuan dhe... Po jo mos edhe ka treguar. Po jo mos kam që me ty, jo. Marina. Dhe aja, fritë të aja, pëse anë ko Gjani. Bushi. Më fund. Gjani, qo? Jo, ma bëj ti s'ka. Jo, do shkosh të tani. Marë medalje. E kena fitu... Marë medalje. Deri këtua do të Po jo, ma shine shkojmë barazim me këtë. Po i gjetëm. Shkojmë barazim, shkojmë pyetje shtesës. Tani, këtë drejtë, falë ta mendoj. Se shbote një që. Do da mendoj, ku pa të në. Po qenë të, ma të... Për para ka lujtë. Ka ngritë kupën e botës. Që bëjë këshu, Ka qenë 4-3, po 8, 10, po? 10 që papam, kupën e botës. 6, oke? Po ekipi, më thuj njërat e komtarës. Njërat e ekipit që lunë. 3, 2... Frit, jo lash. Hollanda. 1.
Jo, mos numëroti 0. Ç'është 0? Sekond. Jo. E kuqja, vjen ngjyra të bën. Jo, po nesër. E verdhe, e bardhë. E verdhe e kuqe. E verdha. E verdhe Hollanda. Njofto për kont. Hollanda. E verdhe e kuqe. Baroj koha. Hollanda e verdhe kuqe loku. Ku e verdhe kuqe s'ka asnjë valla. Spanja. Po çavi e burr. Tani u dal dy shanse. Po ta thash për këtu 6 ka kampion bote. Bushi Gjehani, këto medalje do ja vendosi skuadrës fituese. Çoni vendosjen skuadrës fituese. Të qofmi ne. Hajde çojmë më. Gjehani vendosjen skuadrës fituese. Skuadrës fituese. Ja ku ike. Merri edhe vendos. Kuq e verdh Hollanda. Nuk ja vendosësh gegët. O Bushi. Ja është. O Bushi. Hajde urime. Gegët ja vendosësh ti. Urime. O Bushi. Jepja kupën gegës. Hajde ka ti. Dakor. Hajde. Ti vendosën aty në ata za. Sillni prap. Do na shpull ti çu. Rakin, shpejt Rakin, prap. Shpejt. Sa ju shkon? Pse Hollanda o loku. Lum, bravo. Alban vetëm një duke bërë me hile. E di pse, se po ishte Hollanda. Po ishte Hollanda do thosha ja ku e ke. Rezartën, Hollanda, po ky thot Hollanda verdhe kuqe. Verdhe kuqe. Shpejt. Uluni tani. E keni mbush. Nuk e se edhe unë si ne jam. Do e kaloni pisat mundesh. Unë nuk e isi. Është shumë e mbush. Shpejt. Është Raki, kesi. Kjo është për ata që humbin. Raki. Po të kishim humbur ne më ka. Leonardo është Raki. Pijeni pak. Tequila. Like tequila. Okej, ne shkojmë publicitet, ju bëf mirë juve. Me urdhra. O Marina, mund të humbim neve të lutem. Futur jemi live, s'kush më këtu s'respekton pushu për aty. Kejsi, si po ndihesh, Kejsi? Shumë mirë. E shë që ka luajtur për? Saj gotës tequilës. U bë edhe më mirë. Po nga ky botror? E bëra Qatë ka pëlqyer më shumë? E bëra dhurat gjysmën e tequilës. Do me thënë, pak marrë mbyen, pak... E pak, nuk ishte fare dënim. Jo, ekipit tim janë mirë pa tequila. Më thuaj nga ky botror, qatë ka pëlqyer dhe qatë ka bërë më tepër përshtypje? Përshtypje më ka bërë nivelli konkurencës, që është shumë i lartë. Dhe në fakt, këtë vit, kam lexuar për disa kampion bote dhe më ka bërë përshtypje sakrificat që kanë që në vogëli, or rrugë të tëra, disa gjëra do me thënë që nuk i kisha parë më përpara këtë vit, më kanë bërë shumë përshtypje. Mirë, ne jemi në prag të ndeshjes në orën 22 është Zvicër-Kolumbi. E kemi kronikën apo jo? E kemi kronikën po efekt kohë, do doja që ta jepja kronikën. Shkojmë pak të kronika. Gega, pritet një ndeshje luftuar. Po tjetër. Shiko, unë personalisht jam tifoz me, po them, për disa arsye me Zvicër. Lidhje me shqiptarët edhe aktualisht Gjaka është lideri i Zvicës edhe më pëlqej Zvicër edhe për para. Po e shoh si ndeshje shumë vështirë. Kolumbia edhe pa këtë lojtar që ne po shikonim që sot luan te Bayern Munich dhe bëvon shumë mirë, atë Liverpooli jam habit që e kanë largu ose e kanë lënë të lirë sepse ka pas një performancë jashtëzakonshme në Kupat e Europës, po Kolumbia ka një traditë futbolli, ka temperamentin, e dashurojnë fanellën, janë shumë patriotë. Shumë informacionin sot luajnë të shqiptarët dhe Jashari dhe Gjaka. Janë njerëz që kanë kalu për piscina në jetë, kështu që ajo shfaqet në një moment në arenë, që është futbolli, kështu që nuk do e kelet Zvicra. Megjithatë e shoh si ndeshje të barabartë, jo diçka që superior asnjërin ekip. Amos, më bëj një parashikim të ndeshjes? Të rezultatit, thua? Po, të rezultatit. Si e mendon? Kam përshtypjen që fiton Kolumbia 2-1, besoj, diçka e tillë. 2-1? A do, tani se ti je ekspert i filmave, po për shumë për një film aksion, kush do ishte? Po, unë me që jam me Brazilin, do shkoj te brazilianët dhe të katra në fakt pyetje që do më bësh, do rritë te... Pra, për gjithë zhanërin e ke Brazilin? Po, edhe për horror, mendoj. Për lojtarët e Brazilit. Kështu që... E ke dhe për horror, e kam gati.
Për filmin Pra aksion... komedi, aksion, dram, romantik i shohim gjitha tek Brazili jot. Për filmin aksion do shkoja me Ronaldon, për filmin humor do shkoja me Ronaldinho, ndoshta prej fytyrës ti të lezetshme. Për filmin dram do shkoja me Neymarin sepse humbja tani e Brazilit i dhe reagimi i tillë ishte fantastik. Dhe te romanca do rri me Kakan se është shumë i ëmbël shumë fytyrë. Me Kakan, Te roman, jo. Po vdesi gocat. Po film horror apo Te Brazili pra. Te horror janë po prapë te Ronaldinho. Dy mungesa shumë të rëndësishme sot. Manzambi ka problem në gjuhë, Ebi Sher që është lojtar shumë i rëndësishëm mungon. Bëjmë parashikimin e shpejtë se kanë dalë titrat. Sot do të jetë një ndeshje me smendjes dhe ritmit në anën tjetër. Unë mendoj që fiton Zvicra 1-0, pak gol. Bushi? Më pyeti Peço, tha po do shoh Zvicrën. Po. I thash do t'i kesh nesër aty, mos i shiko fare sot. Sa? 1-0 për Kolumbin. Për Kolumbin. Geka? Se kam... Unë do kap Kolumbin. Sa? Fitore Kolumbis. Fitore? 1-0. Unë mendoj Kolumbi 2-1. Kaçi? Edhe unë për Kolumbin 2-1. 2-1 dhe unë 2-1, se e kemi gjetë Po më ti këtu shti. 2-1. Po më po. Jo, se e kemi gjetë një herë. Casey? 2-1. Penalti, mendoj unë. Leonard? I think Colombia in penalties. Po, okej, faleminderit shumë që qëndruat me ne. Na përmend emrin po e gjetëm. Nesër. Le të shihemi nesër mbrëmë, natën e mirë.